I gjethe deli, gjethe dhe kallin të fortifikuar. Bari përbëhet nga gjethet e thara të gjethedelit, të cilat janë bimë barishtore shumë vjeçare të zakonshme në zona fushore, si buzë udhësh e vijash në kullota e tjerë të vendit tonë. Lullëzojnë në pranverë dhe në verë. Gjethet e gjethedelit përmbajnë heterozitin, akupin, enzim, tanin, ksantofil, por kryesisht substanca mucilaginoze e pektinike, në sajte të cilave ato përdoren për të provokuar nxjerrjen e gëlbazës dhe si ndihmës për të mjekuar kataret e rrugëve të frymarrjes, bronkitin, astmën e tjerë. Të përdorura nga jashtë, gjethet e gjethedelit kanë vedi dregëzuese, mbyllje plagësh të ndryshme, puçrash varikoze e tjerë. Gjethet në formë çaji rekomandohen për gargar në raste të acarimit të bajameve, për larjen e syve, në acarimin e konjuktivës e tjerë. Përgatitja dhe përdorimi. Një lugë supe me bar të grimcuar hidhet në një enë, kushtohet një gotë me ujë. Përmbajtja lihet 1 orë që të bëmehet, pastaj zihet për 10 deri në 15 minuta. Kullohet dhe çaji shefitohet, pihet. Pihen 2-3 gota në ditë. Nga jashtë përdoren më shpesh gjethet e njoma të lara dhe të njomura për 1 orë me ujë të valuar, me të cilat përgatiten llapa për mjekime plagësh të ndryshme të lëkurës. Kallinjtë e fortifikuar të gjethedelit të madh grumbullohen gjatë verës dhe thahen në hije. Bari i fituar përgatitet nga mjekësia popullore e vendit tonë për mjekimin e